Përshëndetje shikues të nderuar, ja sërish po paraqitemi edhe me një epizod të ri të podcastit Folk të televizionit Festa, i cili përpos në televizionin Festa emetohet edhe në televizionin Uskana të Kërçovës. Andaj shfrytëzojmë rastin të përshëndesim të gjithë shikuesit në Maqedoni dhe në diaspor, ku gjithashtu na përcjellin me ëndje. Mysafir yni i radhës vjen nga radhët e koalicionit Vlen. Është pra kryetari i Partisë Alternativa, zoti Zeqeria Ibrahimi. Zoti Zeqeria, mbrëma dhe mirë se erdhët në Kumanov. Mirë që u gjeta dhe ju faleminderit për ftesën e për mundësinë që të bashkëbisedoj. Tani do t'ju drejtohem me kryetar. Kish nuk ka problem, edhe zek mundeni, nuk prish fundis. Kaluar një vit nga zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar, po diku 9 apo 10 muaj nga përbërja e koalicionit qeveritar, nga përbërjes qeveritare. Si vlerësoni të arriturat? Populli priste një ndryshim, të cilin e proklamuat gjatë tërë kampanjës. Arriti ndryshimi dhe ku? Po unë mendoj që është evidente, ndryshimi është duke ndodhur, por për ta bërë një vlerësim të gjendjes jo vetëm politike, por çfarë do qoftë, gjithnjë duhet të kemi një element në cilin mund të ta krahasojmë gjendjen aktuale, që ne të mund të ta vlerësojmë sa është ajo cilësore ose jo. Dhe më duhet patjetër ta theksoj që cilësia e punës së Vlenit duhet të vlerësohet në krahasim me atë çfarë ka qenë në pushtetin 20 vjeçar të PD-s. Dhe po që se e vendosni këtë përballë, keni plot arsye që të mund të vlerësoni se ka fakte evidente me të cilat Vleni mund të mburret se ka bërë mjaft gjëra që nuk ishin bërë për vite të tëra gjatë pushtetit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Por gjëja themelore që mendoj që ka ndodhur është që përfundimisht një klasë politike e cila kishte ndërtuar gjithë karrierën politikanëve aty përmes elementeve të korrupsionit, por edhe krimit të organizuar, përfundimisht arritëm që ta spostojmë në opozit për shkak se kishim edhe një detyrim kombëtar, nga se shqiptarët të Maqedonisë së Veriut për shumë vite, nga viti 2016, ata me shumicë ishin opozitar, duke votuar, por për shkak se opozita nuk arrinte të bashkohet, Bashkimi Demokratik për Integrim arrinte të mbetet në pushtet. Dhe vitet e fundit u bë kjo gjendje mjaft e padurueshme, për shkak se dolën në skenë afera të korrupsionit lartë, si puna që vetë lideri i PD-s u dëshmua se ka qenë i përzier në blerjen e një qendre të tregtare, siç është ajo Soravia në Shkup, që është një qendër shumë milionshë, dhe gjithë kjo flet për atë se ata u zhytën në një shkallë të lartë të korrupsionit që duke qenë të tillë është pamundur që të shtynin çfarëdo agjende tjetër politike. Përballë asaj çfarë ishin ata, unë mund të them se Vleni gjatë kësaj kohe ka bërë hapa gjigant në përfaqësimin e shqiptarëve. Ne kemi ruajtur përfaqësimin e shqiptarëve siç ka qenë me 25% në të gjitha nivelet e pushtetit. Gjatë kësaj kohe ne kemi ndarë buxhet barabart për zhvillimin e komunave shqiptare, që nuk ka ndodhur kurrë asnjëherë në të kaluarën gjatë pushtetit të BDI-s. Gjatë kësaj kohe u ndan fonde për ndërtimin e kampusit universitar Nën Tereza në Shkup. Në këtë kohë po vazhdon koridori të 8, për cilin përflitej se qeveria e re po e ndalon për shkak se bëhet lidhja me Shqipërinë. Gjatë kësaj kohë arritëm ta bëjmë on stop shop, domethënë këtë
pikalimin kufitar të Bllacës, ku Tash u bë edhe në Tabanoc. tash u bë edhe në Tabanoc, për shqiptarët të Maqedonisë ka qenë shumë e rëndësishme kjo punë për shkak të lidhjes së madhe që e kanë me Kosovën. Këtu ka pastaj edhe rezultate të tjera në kuptim të zhvillimit të komunave, por gjithë kjo, më thonë, kur ta vendosish në një kornizë të kohës që as një vjet nuk jemi në pushtet, flet për atë se gjatë kësaj kohë është punuar shumë dhe unë jam i lumtur që ne arritëm ta bëjmë atë ndryshim dhe që mundemi ta rikthejmë shpresën e shqiptarëve se po vinë të ditë mira edhe për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Po, kryetar, kur e përmendet One Stop Shop, me rëndësi është edhe Tabanoci, sepse tash është vlugu kur pritet të vinë brenda një muaji të mërgjimtarë të shumë. Sigurisht, më thonë, mu vjen mirë që atyre u lehtësohet. Kjo u bë, se kjo të Tabanocit u bë, si thuash, në kohën e qelluar, se ata vinë pikërisht tash për një 2 muaj, më thonë, të fund të qershorit në Korrik, vinë mërgjimtarët dhe kjo është rasti i parë që ata të vinë dhe shpresojmë që të mos i shohin më ato kolona të gjata në kufi, për informacionin e tyre, dhe më thënë, me këtë mënyrë të kalimit të kufirit, ata që futen në Maqedoninë e Veriut e kanë vetëm se kontrollin të kufitarëve të Maqedonisë së Veriut, kurse ata që dalin e kanë fjalabie, ata që shkojnë në Kosovë kanë vetëm kontrollin të Kosovës dhe e kemi lehtësuar maksimalisht qarkullimin mes vendeve të tona, një punë që nuk është bërë gjatë 20 viteve të kaluara, edhe pse ata janë durur se e kanë pasur dikur edhe ministrin të punëve të brendshme, pastaj kishin edhe kryeministrin teknik e të tjera, por për fat të keq nuk e kanë pasur interesin e qytetarëve dhe asnjëherë nuk e kanë bërë këtë, kurse Vlenit nuk u desht më shumë se një vit që të mund të ta mbyllte një çështje të këtij. Ja pra, diaspora jonë përmes këtij emisioni pati rastin prej dorës parë të informohet se verën që vjen nuk do të kenë më atë vështirësi që kanë pasur për 20 e kushtër vite me radhë. Unë uroj që ata të vinë në numër sa më të madh, të vizitojnë të familjet e tyre dhe të mos të mërziten shumë për çështjen në kufi, se kësaj radhe nuk do ketë aso pritje çfarë ka pasur në të kaluar. Kryetar, folet për disa ndryshime që kanë ndodhur, por dorën në zemër populli ynë, po gjithë popullatën e Maqedonisë janë hallexhi, secili dëshiron një punësim, një rehatim në aspektin social. Këto 10 muaj nuk vëret që të kemi punësime, a paralajmërime ka? Kur do të jetësohen këto paralajmërime? Më thonë, sigurisht që mirëqenia ekonomike e qytetarëve është për të gjitha, dhe më thonë, dhe ne kemi shumë interes që ta ndryshojmë gjendjen ekonomike të njerëzve. Një vendim i përgjithshëm është që përpara se të shpallen zgjedhjet lokale, të bëhet një të punësohet një kontingjent i madh i të rinjve tanë, diku ndoshta do të jenë deri në 10.000, për të cilëve shqiptarët do të kenë 25%, domethënë i vjet diku 2500 që do të jenë vetëm të shqiptarëve. Tash kjo punë nuk është e lidhur, nuk mund të japim ne afate të sakta se do bëhet këtë muaj ose atë muaj, por sigurisht që përpara se të vi përpara se të shpallen zgjedhjet lokale, kjo punë do kryhet. Unë mendoj që kjo do jetë një injekcion i mirë për plot të rinj të cilët dëshirojnë të punësohen dhe të vazhdojnë jetën e tyre në këtë vend dhe të mos i braktisin këto troje. Megjithatë, për shkak se ne gjithnjë duhet të shikojmë përtej, domethënë, unë nuk është jam i lumtur vetëm me këtë lajm që e japim ne për punësimin e të rinjve.
unë mendoj që ne duhet të ndihmojmë veçanërisht për zhvillimin e sektorit privat, ku edhe mundësitë për rroga janë shumë më të larta, edhe mundësitë karrierës janë shumë më të larta, dhe interesi ynë është që vitet që vinë me ndihmën e pushtetit që do ta kemi në pushtetin qendror, që presim ta fitojmë edhe në pushtetin lokal, të mundsojmë që të zhvillohet sektori privat dhe të rinjtë tanë gjithnjë më tepër të shohin veten edhe në sektorin privat. Po mendoj që ka qenë qasje e gabuar që në të kaluarën punëdhënësi vetëm ka qenë shteti, ose punëdhënësi më i madh ka qenë shteti, kështu ata e kanë ndërtuar një rrjet të tërë të klientelës, duke i mbajtur plot të rinj në gjendje që s'kishin vendime ose në gjendje të pa avancuar, dhe kështu i abuzonin në cikle zgjedhore duke i mbajtur peng për qëllime elektorale. Nuk duam që kjo më të zhvillohet. Ju siç e dini, kjo qeveri ka marrë vendim që gjithë ata që s'kishin vendime shpallabien sektorin e shëndetësisë që të marrin domethënë vendime. Edhe intenca është që edhe këta të rinj që tash të punësohen, edhe ata të punësohen në vendime, askush s'ka të drejtë që ta mbaj peng jetën e dikujt tjetër, të tallet me dikë tjetër. Ne kemi plot raste që sot i shohim që kemi plot të rinj që janë me status të bashkëpunëtorit të ri në institucione shtetërore gati 15 vite, 20 vite, pikërisht për shkak që i kanë lënë thjesht braktisur, se nuk kanë pasur interes për të avancuar. Në kuadrin e këtyre punësimeve që folëm, kemi biseduar me partnerët qeveritar që edhe ata cilët nuk janë avancuar gjatë shumë viteve të mund të avancohen, dhe kjo bëhet pa dallim me partijake, pa dallim me politike, po edhe pa dallim etnike, për shkak se gjithkush që është shtetas i këtij vendit e meriton të ketë një vend pune dhe një jetë dinjitoze. Kur jemi tek mirëqenia ekonomike, kjo një temë shumë interesante, por edhe e ndjeshme, po një herët që kërkon edhe për kushtim. Para zgjedhjeve si koalicion paralemrua të ngritjet të pensioneve për 5.000 denar. Ajo u realizua tashmë në 2 faza, në shtatorin e kaluar dhe tash në mars. Pritet me që kemi mbi 300 e kusur mijë pensionistë apo shfrytëzues të pensioneve. Pritet rritje sërishme e pensioneve? Po, do të thonë, unë nuk i përmenda gjitha të arritura në fillim, thonë, edhe rritja e rrogave të arsimtarëve, edhe rritja e pensioneve ka ndodhur brenda këtij viti. Dhe kur themi për është rrit pensioni për 5.000 denar, kjo i bie domethënë 80 euro, domethënë për shkak të mërgatës do të ta shpjegojmë, për një pensionist i cili e ka pasur për vite të tëra, 10 vite e ka pasur pensionin, ndoshta 80 euro, ajo është rritje 100%. Domethënë, dhe kjo është një sukses që ata njerëz e ndjejnë realisht në jetën e tyre duke pasur rritje të këtij. E njëjta ka ndodhur me rritjen e rrogave të arsimtarëve, dhe rritja e rrogave të arsimtarëve shkon në mënyrë progresive, ashtu që në vitin e fundit të qeverisjes, domethënë shpresojmë në vitin e 4 të qeverisjes, ajo dikun do të jetë deri në 47% apo 50% e rritjes nga ajo që e kemi gjetur si rrogë. Kështu që në kuptim të mirëqenies qytetarëve, mendoj se veçanërisht arsimtarët e ndjejnë këtë, por edhe pensionistët. Për hir të vërtetës nuk mund të them se do ketë rritje të shpejtë prapë për pensionistët, por unë mendoj se ata janë mjaft mirënjohës për rritjen çfarë është bërë, kurse unë uroj ata të kenë jetë mirë, të lumtur, e gjatë që të mund të gëzojnë edhe atë rritje çfarë është bërë tash. Kryetar, janë këto disa nga ndryshimet. Mirë po, duhet të përmendim dhe jemi të gjithë dëshmitar, kur askush nuk e ka pritur, megjithatë tash një muaj apo më tepër vërehet një plasaritje brenda përbrendja
koalicionit vlen, që solli edhe deri tek largimi I njërit nga subjektet për Aleancës për shqiptarët të krahut të Armen Taravarit. Keni patur njohuri se do të ndodh diçka e tillë, ka pasur sinjale brenda koalicionit? Nuk ose nuk ka pasur informacione të këtu dhe ne kishim, ne kemi biseduar sa kemi qenë bashkë për neve, ka qenë indikative shumë kur e kemi marrë vesh që zoti Taravari mban komunikim të hapur me zotin Ahmeti, me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe kur ne e kemi pyetur a është e vërtet, ai e ka pohuar që është e vërtet dhe madje ka shfaqur empati për të këtë çardhje se duhet të ndihmohet atij. Që për neve ka qenë shumë shqetësuese kjo, për shkak se ne nuk kemi armiqësi vllavrasase me zotin Ahmeti, por kemi oponencë politike, nga se ne gjykojmë që ai është kryet fajtori I gjendjes shqiptarëve në këto 20 vitet e fundit. Andaj kur dikush nga Vleni mund të mbajë raporte me të, për neve ka qenë shumë shqetësuese. Ajo që na ka bërë të shqetësohemi ishte fakti që ne në të gjitha sondazhet që I kishim, edhe atë, jo vetëm ne, por edhe VMRO-ja, por jam I sigurt se ato I ka pasur edhe BDI-ja, për shkak të kësaj që ndodhi, ishte gjithkush ishte I sigurt se Vleni në zgjedhjet e ardhshme lokale e fiton në BDI-n bindshëm në çdo komunë. Dhe tash të jepet një gomë shpëtimit asaj BDI-je që po të fundoset, e cila gjithnjë më shumë e ka frikën se kush e ka radhën të arrestohet për shkak të korrupsionit, të dalë dikush nga Vleni e ta shpëtoj, kjo është shumë indikative për çfarë shtytjes, çfarë motive e bën këtë. Dhe ne jemi shumë të shqetësuar, unë jam akoma edhe sot I shqetësuar dhe nuk kam shpjegim të saktë se çfarë shtyri zotin Taravari, që duke qenë në pozitën e fitimtarit së bashku me partitë e tjera të Vlenit, ai t'i bëj aso shërbimi BDI-s. Dhe kur ne kemi marrë vesh këtë punë, kemi takuar, I kemi thënë që kjo nuk është mirë, në një këtë takimet që po e shpalos për televizionin tuaj, I kemi thënë se ne jemi të gatshëm në qoftë se ti e ke çështjen e ndarjes të komunave, se ne jemi të gatshëm të pranojmë si thua shti për ndarjen e komunave, por ne kemi vetëm se një kusht. A mund të dalësh e të thuash që nuk kam asnjë bashkëpunim dhe nuk do të bashkëpunoj në asnjë mënyrë në BDI. Vetëm kjo gjë është për neve e mjaftueshme që ti të pohosh në opinion, që për neve të vazhdojmë do merremi vesh për pjesën e ndarjes së komunave, si të thuash ti. Kjo ati ju ka thënë edhe në takimin që kemi pasur me zotin Albin Kurti në Prishtinë, ku ai tha, më thuaj ti sa komuna I do dhe në çfarë vende I do, dhe unë e bindi Izetin, Bilalin edhe Zekën që të bëhet ashtu, por vetëm të lutem a mund të deklarosh se s'ke asnjë komunikim në BDI dhe nuk do të vazhdosh të komunikosh me BDI. Natyrisht ai nuk mund të pohonte atë, nuk mund të garantonte që nuk do ketë bashkëpunim me BDI-n. Kjo ishte indikative se ka të një shtytje tjetër që opinioni nuk e di, që është mirë ai të ta shpjegoj se pse është aq shumë I detyrohet ai njeri për BDI-s. Sidoqoftë kur ne pam se ishin shterur gjitha mundësitë që të vazhdojmë të negociojmë, ne për hir të antarësisë së ASH-s, e cila sigurisht është një antarësi e vlefshme dhe antarësi e cila zbashku me ne e bëri këtë të ndryshim të Vlenit. Ata janë, si më thonë, të lindur anti-BDI dhe ne atyre u të detyrohemi, ne për shkak të asaj antarësie të ASH-s e bëm edhe një thirrje publike duke ia dhënë ofertën për 5 komuna të garantuara
dhe duke ia dhënë ofertën për 40% të listave të këshilltarëve që ti hiqet argumentin se dikush po të diskriminon ashtë, por ne për fatkeq nuk arritëm që të shkëpusim nga përqafimi me Ali Ahmetin, ajo desh të shkoj andej, t'ja bëj atë shërbim Ali Ahmetit, neve në shumë se ai në dhimbset aktivisti i ASH-s, në dhimbset votuesi i ASH-s, i cili me pa të drejtë sot prej liderit të tyre është vënë në pozitë që t'i shërbej BDI-s. Unë andaj e shfrytëzoj rastin që t'i ftoj gjithë votuesit, aktivistët, eksponentët e lartë të ASH-s që të mos e ndjekin rrugën që e ka marrë zoti Taravari, sepse ajo është rrugë që e ka fundin tek Ali Ahmeti, ata e kanë vendin tek Vleni dhe Vleni është rruga në cilën ata kanë investuar dhe ata duhet të shijojnë sukseset tona të përbashkëta. Vetëm keni apeluar ndaj antarëve, apo edhe keni kontakte direkte me ndokënd nga Alianca që të mbetet me juve në folen e quajtur Vlen? Kontaktet ne nuk i kemi shkëputur, domethënë ne edhe planin komunikimit njerëzor i shohim ata njerëz edhe i takojmë pas kësaj që do të bëhet ose që më është duke u bërë që Alianca nuk do jetë edhe pjesë e qeverisë, ne do i bëjmë thirrje gjithë eksponentëve dhe gjithë aktivistëve të ASH-s që të mbeten Vlen. Zoti Taravari është i lirë që të shkojë tek Ali Ahmeti, por nuk do të thotë që edhe votuesit, edhe aktivistët, edhe eksponentët, edhe funksionarët, edhe deputetët, edhe ministrat, edhe zëvendët ministrat nuk i kanë asnjë borxh që ta ndjekin atë. Andaj ne do të flasim me secilin veç e veç, që t'i themi se vendi i tyre është në Vlen, nuk paragjykojmë që ata të bëhen antarë të partive aktuale të Vlenit, por ata janë antarë të Vlenit, ata janë aktivistë që kanë investuar në projektin Vlen dhe ata të duhet të shohin e të shijojnë frytet e këtij suksesi. Edhe me qeveria, edhe me BDI, doktor Olmaz. Po edhe më thënë, ajo ishte, si më thënë, fjali për ta kuptuar Olmaz, sa për të kuptuar është nuk mundet. Po dhe më thënë, në Shkup edhe në negocivar kjo shtresa e qytetarëve që e kanë pasur të turqisht në gjuhë të qytetit, e dinë se ajo shprehje që e përdorin edhe shqiptarët, dhe më thënë, dendër kur duan të thonë diçka se nuk shkon, thonë Olmaz, dhe më thonë, Olmaz është kuptimi që nuk shkon. Dhe unë kisha që ta sintetizoj në fjali sa më të shkurt. Se ju e dini se unë jam gjuhtar dhe unë i bëj gjërat si thua në fjali të shkurta që të bëhet e qartë. Më thonë se edhe BDI, edhe qeveri, doktor nuk shkon. Kur i thuat Olmaz, ajo ka edhe atë nuancën, dhe më thonë, të bukur poetike që e ka dhe më thonë në kuptimin, të lutemi doktor se nuk është mirë kështu, dhe më thonë. Për përdoret edhe në qarshi. Edhe në qarshi, dhe më thonë, ajo është dhe më thonë një pjesë e zhargonit që e dinë veçanërisht pjesa e qytetarëve që janë, që quhen Kasabali, që ka edhe në Shkup, edhe në Kumanov, edhe në Tetov, edhe në Kosivar, cilët e dinë atë shprehje dhe mendoj që ajo është, si më thënë, një goditje që ta kuptojnë sakt njerëzit se edhe me BDI, edhe me qeveri nuk mundet, dhe kështu po shkon puna. Po, me kryeministrin Mickovski si shkuan bisedat Taravari-Mickovski? Nuk u arrit ndonjë vendim final? Po dhe më thonë, ne nuk është se kemi mbyll krejt këtë punë, por në takimin e fundi që kemi pasur me kryeministrin, ne kemi bërë një analizë të përbashkët se si mund të vazhdojmë të tjetë. Më thonë, edhe se kryeministri ishte pak më optimist se mund të rikthehen gjërat, ne argumentuam se është shkuar pak më larg dhe është e vështirë që të kthehen gjërat. Thonë, e dim në gjithë se kërkesa për listat e të darat për
këshilltar është kërkesë e BDI-s. Për shkak se ata supozojnë që nëse i ndajmë listat për këshilltar, se BDI-ja mund të dalë me numër të përgjithshëm të votave më shumë se vleni dhe kështu çpall fitore. Dhe ne e dim që Ali Ahmeti ka pasur vetëm atë kërkesë nga Taravari. Dhe vetëm gjë që ai e ka të betonuar si vendim të kryesisë e ka që nuk flasim për çështjen e listave se e kemi vendosur që të shkojmë ndarës. Me thënë, shërbimin që zoti Taravari i ja bën BDI-s është çështje e kryer. Dhe pjesa tjetër është puna e numrit të komunave, ku ai vetëm shkon duke rritur kërkesën, ne ja kemi ofruar 5 komuna që ai ti ke garantuar, ai tash pastaj rritet bën 6, e bën 7, dhe kjo i bie që të tjerët mund të marrin nga 2, dikush eventualisht 3. Dhe ne i tham zotit Miskovski se nëse e mbajmë kështu në qeveri zotin Taravari, bie se ne po i shërbejmë edhe BDI-s, edhe zotit Taravari. Çfarë është kuptimi që ne do rrim qeveri bashk, kurse u bëjmë atyre shërbim që të na dëmtojnë. Andaj tham që është bërë mjaft e vështirë që ne të funksionojmë bashkë. Pastaj kemi çështjen që do të kemi rast në zgjedhje lokale, di fjala bie në komunën e Tearcës. Çfarë ndodh që sa aty shkon raundin e dytë edhe një kandidat i vlerët edhe një i BDI-s. Çfarë do bëjnë këtë rast zoti Taravari me këso komunikimi që ka ai me Ali Ahmetin, i bie që e mbështet BDI-n. Tash si ka mundësi të rrinë qeveri e të mbështet BDI. Kjo punë nuk shkon domethënë. Domethënë edhe nga aspekti praktik është e vështirë. Dhe unë e shoh që është bërë e vështirë të funksionojë ai si pjesë e qeverisë. Ai të duhet të ta kuptoj më vetë se nuk e ka më vendin në qeveri, pas kësaj çfarë e ka bërë, domethënë se në qoftë se i shërben BDI-s dhe e dëmton vlenin, atëherë humbet kuptimi i qëndrimit të tij në qeveri. Andaj ne kemi argumentuar që është bërë jo funksionale kjo punë, sepse i bie që një pjesë e vlenit, këtë rast zotit Taravari, është i lidhur me një pjesë të korrupsionit të BDI-s dhe u shërben atyre. Atëherë i bie që kjo qeveri është edhe shërbim të BDI-s. A ne kemi ndërtuar këtë qeveri mbi parimet e luftës të korrupsionit. Tash si i bëhet kjo punë që të deklarativisht ne jemi qeveri që lufton krimin edhe korrupsionin, kurse brenda qeverisë i kemi elemente që ndihmojnë krimin edhe korrupsionin të BDI-s. Andaj, po që se zoti Taravari e ka nda mendjen që i shërben Ali Ahmetit, është mirë të deklarohet që nuk është edhe pjesë e qeverisë që të mos e mbajmë barë edhe përgjegjësi akoma. Mirë, kryetar, politika është art i sëmundshmes, e kuptoj këtë. Mendoni se sipas kësaj tash Arben Taravari veç edhe më herët ka filluar kalkulimet me Ali Ahmetin për mbështetje, kush ku të mbështesi njëri tjetrin? Shifre dhe më thonë, mua më vjen keq që ne në Maqedoninë e Veriut akoma kemi këso klasë politikanëve. Po e përfshi edhe veten aty domethënë. Do thonë në qoftë se politikanët tanë e shohin politikën me kriteret të pazarit, se ku fitoj më shumë e ku humb më shumë, e jo me kriteret ideologjike edhe programore që unë të do rri e do imbroj ato parime çfarë i kam të parashikuara dhe të shkruara, e do e mbroj atë program të cilin e kam të vendosur edhe qofsha në opozit. Më thonë, në qoftë se ne nuk kemi kësë tip të politikanëve, atëherë shndrohet politika në pazar tipik. Dhe më thonë, nuk është e rëndësishme se kush jep, e rëndësishme është çka fitoj. Dhe kjo më nuk është politikë, ajo është
tregti. Unë kam frikën se partitë politike shqiptare përshndrohen në kompanitë biznesit. Më thonë që shohin se ku fitohet, kurse në politikë nuk është qëllimi final se ku fitohet, se si fitohet, por është qëllimi final se a i mbron ato vlera për cilat është ndërtuar organizata politike. Dhe kjo fitore shpallet më atë duke e vlerësuar se cili ka qenë suksesi në raport me idealin cilin e ke vendosur si parti politike. Se po tjetë puna që të fitojmë, hajde shkojmë edhe të tjerët që shkojmë të BDI-ja dhe të fitojmë gjithë. Ose hajde shkojmë gjithë tek VMRO-ja edhe fitojmë gjithë. Cila është logjika e organizimit politik shqiptarëve? Ne kemi një spektër të çështjeve shqiptare, kemi një listë të çështjeve identitare, kemi problemet e arsimit shqip, të kulturës shqiptare, zhvillimit ekonomik, të zonave shqiptare, zhvillimit të komunave shqiptare. Tash nuk mundemi ne këto gjitha i lëm, hajde të fitoj alternativa se japin 5 komuna ata, japin ata 7 komuna, ata tjerë japin një funksion plus, edhe nuk është e rëndësishme se me çfarë rrugë bëhet kjo. Kjo njëherë nuk është e moralshme në kuptimin etik. Do të thonë se të sillesh kështu që ti thua unë mundem edhe me BDI-n, edhe me Vlenin, do të thonë je duke bërë një relativizim që është mjaft i të dëmshëm, se më thua që edhe Zeka edhe Ali Ahmeti është i njëjtë, por nuk është i njëjtë se kur thuhet emri Ali Ahmetit është asociacioni i Soravis. Kur thuhet emri i Zekës nuk është asociacioni i Soravis. Dhe për mua është ofenduese që të thot dikush, po a me Vlenin, a me BDI-n është e njëjtë, nuk është e njëjtë zotëri. Andaj unë jam i shqetësuar për këtë çështje që klasa politike shqiptare duhet të piqet më e ta kuptoj se politika nuk është pazar. Unë e kuptoj se është një art i të mundshmes që të gjesh zgjidhje edhe atër kur thua se nuk ka zgjidhje, por jo, të bësh edhe pazarllëqe të këtilla të ulta që janë ofenduese edhe për shqiptar, por edhe për bashkëpunëtorët me të cilët ne e ndërtojmë një kauzë politike. Kryetar, a janë shterur të gjitha mundësitë që Arben Taravari dhe Aleanca të mbeten në koalicionin Vlen? Por ja pasi po e shtroni kjo çështje, pasi po e shtroni kjo çështje, ja unë edhe në emër të koalicionit Vlen, i bëj thirrje zotit Taravari. A mund të dalë ai të deklaroj publikisht se në asnjë variant nuk mund të bashkëpunoj me BDI-n dhe e mbyll derën e bashkëpunimit me BDI-n. Le ta bëj këtë dhe kthehemi flasim prapë. Me siguri edhe zoti Taravari do të dëgjoj këtë shpresojmë apel. Dalja është nga koalicioni Vlen është një handicap apo megjithatë është një qartësim për rrugtimin e mëtejmë të koalicionit Vlen? Shifni, unë dua të bëj një distinksion se nuk mendoj që po del ashoj, mendoj që po del zoti Taravari, domethënë, se ashojja e ka vendin Vlen, domethënë ashojja është Vlen. Aktivistët e ASH-s, funksionarët e ASH-s, deputetët e ASH-s, ata janë Vlen. Ai i cili po e praktikon Vlenin për Ali Ahmetin është vetëm zoti Taravari. Sidoqoftë, në sondazhet çfarë janë bërë, se ne kemi sondazhet tona të brendshme, edhe po ta praktikoj zoti Taravari Vlenin, edhe si ideal, domethënë, nga Vleni kjo nuk e dëmton Vleni. Për shkak se Vleni nuk është as alternativa, as Besa, as LD-ja. Vleni është zëri i atyre 107.000 shqiptarëve, cilët ishin të pakënaqur me përfaqësimin që e bënte BDI-ja. Andaj askush nga ne nuk pretendon se i kanë në xhep ato vota, por ato janë votat e shqiptarëve të pakënaqur. Andaj ne thirremi në atë votë, thirremi në votën e Vlenit. Ju e
e keni vërejtur që askush nga ne nuk thot që ato vota ishin votat e Izet Megjitit, votat e Bilal Kasamit, votat e Zeqira Ibrahimit, ato ishin votat e popullit shqiptar. Andaj ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur flasim se çfarë përfaqësojmë. Vleni është përfaqësues i asaj vote dhe arri aty arben taravari apo nuk rri, kjo nuk e ndikon atë vot. Arri aty Izet Megjiti, Bilal Kasami ose Zeqira Ibrahimi, kjo nuk e ndikon atë vot. Unë gjykoj se ajo vot është vota e përgjithshme e shqiptarëve të pakënaqur nga politikat korruptive të BDI-s dhe po e shtoj jam i sigurt se ajo vot tash është rritur për shkak se në zgjedhjet e kaluara ke pasur një masë të madhe të njerëzve, të cilët e kanë pasur frikën e atyre të cilët i të detyronin të votonin për ata. Po të ketë sot zgjedhje, unë jam i sigurt se ajo vot është rritur shumë. Se sot i ke shqiptarët e lirë të votojnë në mënyrë të lirë e të vullnetit lirë dhe të mos e kenë më frikën se dikush i ndjek se çfarë po votojnë. Kryetar, nga kjo që e thatë, tash mua si gazetar, por sigurisht edhe shikuesi kena përcjell. Na le të kuptojmë se nga koalicioni është duke dalur vetëm Arben Taravari me një pjesë të vetën, por që leni hapësirë se edhe anëtar dhe votues, por edhe një pjesë aktivistëve të ngelin në koalicionin vlen, apo? Dhe pyetje direkte tash do t'ju bëj. A keni njohtime se do të mbetin edhe funksionar të Aleancës për Shqiptarët? Po dhe deputet, kuptohet. Më thonë, ka këso informacione dhe është për shkak të koreksis nuk mund t'i përmend me emra, por ka dhe më thonë të funksionar të ashës që janë të pakënaqur me vendimin e zotit Taravari dhe për t'ua lehtësuar atyre ne u themi që ata nuk ka nevojë të jenë të ndrojtur dhe të kenë frikë se ata duhet të mbeten, ata janë vlen. I vetmi i cili e ka shkar rrugën, i cili e ka shkelur paktin ton është zoti Taravari dhe ata janë plotësisht në shtëpinë e tyre dhe ata është mirë të mbeten në vlen. Ka, domethënë, edhe eksponent të lartë të partisë Aleanca për Shqiptarët zoti Taravari, ka edhe të funksionar të cilët janë të gatshëm të mbeten si pjesë e vlenit dhe unë uroj që numri i tyre të jetë sa më i madh. Shihet qartë se vleni do të vazhdoj rrugtimin e vetë si partner qeveritar, rrugtimin për sjelljen e ndryshimeve, po? Absolutisht. Po, cila do të jetë strategjia që të arrini një fitore në këtë drejtim? Po shqiptët më thonë, unë s'pari herë më duhet të kujtoj që ne e kemi ndërtuar gjatë këtij viti një kapital të mjaftueshëm politik me cilin do të paraqitemi në zgjedhjet lokale. Domethënë ato gjëra që i përmendëm fillim të emisionit, që kanë të bëjnë qoftë me çështjet e avancimit të shqiptarëve, qoftë me çështjet të mirëqenies qytetarëve, jemi të akorduar që deri para shpalljes së zgjedhjeve lokale do e kemi gati edhe ligjen për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Por ajo çfarë është më e rëndësishme, s'pari herë po ndodh që në qeverisjen tonë shteti të ndajë çdo vit nga 250 milion euro për zhvillim të komunave, që nuk ka ndodhur asnjëherë. Domethënë nga viti 2005 me ndarjen e re të territoriale shteti nuk ka ndarë fond të këtij për zhvillim të komunave. Andaj shumë është e rëndësishme që edhe pushtetin lokal të ta marrë vleni, sa ju i bie që dikon mbi 80 milion euro në vit të fitojnë vetëm se komunat shqiptare. Se kur e ndan këtë pjesë, domethënë të 25% e numrit të shumës së përgjithshme, ne me ato 80 milion euro të mundemi të bëjmë plot projekte infrastrukturore të komunave shqiptare. Për fat keq, këta që
janë tash në opozit, kanë pasur në dorë plot komuna shqiptare, të disa i mbajnë edhe sot, supozoni shembull, edhe sot vjen Ali Ahmeti flet për ujësjellsin Likov, kurse ai po arron se ka qenë pushtet 25 vjet, e ka pasur komunën vazhdimisht dhe nuk e ka zgjidhur atë punë. Më thonë, edhe sot kur ne jemi në pushtet, po jepen mundësi që të zgjidhen ato punë. Nuk ka problem, ai le të shkojë të fotografohet atje, se vetëm ajo i ka mbetur, por ne këso punë të projektive të këtilla të ujësjellseve, të asfaltimeve, të kanalizimeve, të dritave, të shkollave, të çerdheve, do të kemi gjithandej. Do të thonë, ju e dini që ne edhe me një pushtet vogël në komunën e Kumanovës arritëm ta nxjerrim projektin e gjimnazit Sami Frashi, që ka qenë një gjë e pa imagjinueshme. Ata kanë pasur shumë herë Ministrinë e Arsimit, ata kanë pasur shumë herë edhe pushtetin lokal të Kumanovës. Nuk e kanë bërë asnjëherë. Erdhëm ne me një këshilltar, kishim alternativa dhe në atë kohë ishin edhe këshilltarët e ASH-s për i të vërtetës, me cilët ne të detyruam komunën që të bëhet projekti i gjimnazit, ju sot e keni në ndërtim e sipër. Janë gjëra reale. Këto gjëra kemi po asfaltojnë rrugët në komunën e Likovës, që nuk kanë ndodhur në kaluar. Andaj unë dua të them që edhe zgjedhjet lokale që vijnë janë zgjedhje lokale që ne do ta ofrojmë përpara qytetarëve pikërisht këtë tip të organizimit, këtë tip të menaxhimit, këtë tip të financimit të jetës së qytetarëve në komunat shqiptare. Ajo që është e rëndësishme që duhet ta kuptojnë qytetarët, që shumë është e rëndësishme që të fitojë vleni, për shkak se duke qenë në pushtet e kemi shumë më lehtë nxisim edhe kryetarët të komunave që të aplikojnë me projekte për të mbështetur. Mua më vjen keq që duhet të ta them sot këto, se plot komuna shqiptare që sot kanë udhëheqës të komunave të BDI-s, as nuk aplikojnë për projekte nga inati, pse ne i ndajmë ato fonde. Ata janë gjendje që t'i dëmtojnë qytetarët e tyre, veç që të mos thuhet se vleni i ndan ato fonde. Andaj është e rëndësishme që vleni të fitojë në çdo komunë shqiptare, që të mundemi këto projekte infrastrukturore të komunave shqiptare të mund t'i realizojmë. Kryetar, edhe një pyetje sa i përket daljes së aleancës nga koalicioni vlen. Një kohë flitej se ndoshta edhe keni filluar kontakte me Aleancën e Zjedhin Selës. Ka diçka të vërtetë këtu? Apo ndoshta edhe është e mirëseardhur një gjë e tillë? Shqipërit dhe më thonë, nuk është që nuk ka asë një komunikim, se unë mendoj që shqiptarët duhet të komunikojnë, edhe kur spajtohemi, dhe më thonë, ne do ta shqyrtojmë mundësinë që në kohën që nuk do jetë Aleanca për shqiptarët e zotit Taravari, që për deputetët tjerë cilët të dëshirojnë të t'i bashkohen kësaj shumice janë të mirëseardhur. A do të jetë ajo në mënyrë individuale, mund të jetë si parti e zotit Sela, janë ata deputetët tjerë që dëshirojnë, s'paragjykoj, por nuk është se kjo e të ndryshon shumë tablën e përgjithshme, domethënë është shumica që e mbështet këtë qeveri ekziston. Informacionet janë se ka mundësi të rritet akoma numri i deputetëve që mbështesin këtë qeveri, dhe unë jam si thua i bindur që ne në qershor do kemi edhe shumicën e 2/3 në kuvend, edhe shumicën e padenterit të garantuar. A do të zhbllokohet ngërçi që është rreth zgjedhjes Këshillit Drejtues të Radio-Televizionit të Maqedonisë dhe njëherët edhe Këshillit në Agjencinë e Mediave Audiovizuale? Po një kohë të gjatë kjo zgjatë. Më thonë, kjo është një punë që na ka mbetur pa u zgjidhur, e dini që kjo kërkon 2/3 e votave të deputetëve. Realisht ka një ujdim mes deputetëve, ai bile është pritur që të ndodhë të martën që shkoj në një seancë plenare, por ka pasur atë ditë disa mungesa të deputetëve. Uroj që të bëhet shpejt,
për shkak se pushteti, domethënë shumica parlamentare në këtë rast nuk është sjell në mënyrë egocentrike, por ka pas surbashkëpunim edhe me partitë opozitare që edhe ata ta pushtesin ato propozim. Shpresoj që të bëhet kjo javave në vijim. Jemi më kaq fundi i podcastit. Aty ku filluam tash edhe do të shkojmë sërish do të rikthehemi. Aty ku plasi sherrri brenda koalicionit, shumë herë edhe ju e deklaruat, po edhe nëpër media, Asheja ka qenë ndoshta subjekti më i privilegjuar, i keni ofru bujrum, çka po don, ne do t'ua plotësojmë, ca komuna don 40%. Si qëndron tani situata brenda tre partive, Alternativës, Besës dhe Lëvizjes Demokratike? Keni fillu përgatitjet për caktimin e kandidatëve, të listave, si po rrjedhin punët rreth organizimit tash për zgjedhjet lokale? Ne mbrëm kemi pasur një mbledhje të Vlenit në Shkup, aty kemi zgjedhur shefin e shtabit zgjedhor, është zgjedhur deputeti Adnan Azizi. Kemi vendosur që në mbledhjen e ardhshme të flasim pikërisht për çështjen e zgjedhjeve lokale. Ai bie që deri tash nuk është se kemi zgjidhur këtë punë. U dakorduam që s'pari të flasim në parim, domethënë si dëshirojmë të garojmë në zgjedhjet lokale, për shkak se Vleni nuk është vetëm subjekti të tre partive politike. Në Vlen duhet të ndjejnë të përfaqësuar edhe afaristët, edhe shoqëria civile, edhe sportistët, edhe njerëzit e artit, të kulturës. Andaj duam që në zgjedhjet lokale të garojmë duke i përfshirë edhe ata njerëz. Kemi lënë që në mbledhjen e ardhshme ta flasim këtë punë. Insistimi im ka qenë që sa më shpejt të përcaktojmë edhe emrat e kandidatëve me të cilët do të garojmë, për shkak se ata duhet të përgatiten, duhet të bëjnë programin zgjedhor, pastaj duhet të filloj të fushata e kështu me radhë. Jam shumë optimist që deri në qershor e zgjidhim edhe këtë çështje. Kretor, kjo është shumë një moment interesant dhe mjaft intriguese më erdhi, nuk shkoni vetëm ju tre subjektet, por dëshironi të bëni koalicion me një fjalë me popullin, edhe me përfaqësues të subjekteve shoqatave të ndryshme. Do thonë, ideja është që në gjithkund të fitohet, për shkak të zhvillimit të komunave me cilat folet, dhe ne nuk dëshirojmë të shfaqim egocentrizëm që t'i vendosim vetëm eksperimentet tanë për t'jak, se po që se e vlerësojmë se në një komunë të caktuar është dikush i cili gëzon autoritet, por ai nuk është asnjërs parti, por e duan njerëzit, do të jemi të gatshëm që ta mbështesim vetëm që të bëhet fitoria në ato komuna. Dhe këso indikacione ka për të disa komuna, nuk po dëshiroj tash të shpalos, por të jeni të sigurt se s'paku 2, por mund të jenë edhe 4 ose 5 komuna që kandidatët nuk do të jenë partive politike që sot e përbëjnë Vlenin, përdoja njerëz të sektorit të biznesit, njerëz të shoqërisë civile ose sportist ose aktivist të tjerë. Do të zbritni me këtë strategji, me këtë platformë, me këtë ofertë direkt në bazë në popull? Sigurisht, domethënë, kur pritet një ofenzivë këtillë? Sigurisht, domethënë, ne do duhet deri në qershor ta përmbyllim krejt edhe çështjen të kandidatëve dhe takimin me bazën e Vlenit, që të mund ta marrim edhe mendimin e tyre, edhe qëndrimet e tyre, dhe gjithë kjo duhet përmbyllet për brenda këtyre 2 muajve, papa. Prapë si gazetar do t'ju pyes, sa komuna synoni të fitoni? Të gjitha komunat. Të gjitha komunat. Unë më thonë, ne nuk ka asnjë komunë cilën s'pretendojmë që ta fitojmë. Më thonë, unë mendoj se për neve është humbje, po që se nuk e fitojmë edhe vetëm një komunë, më thonë. Për shkak se interesi i qytetarëve është që të fitohen ato komuna. Unë mua të më vinte shumë keq po që SBD-ja fiton edhe në një komunë të vetme. Për shkak se kemi fonde me cilat ne mundemi
që të zhvillojmë komunat. Dhe nuk është mirë që akoma qytetarët të votojnë për BDI-n. E kanë pasur shansan ata. I kanë pasur plot herë ato komuna. Është koha që të vujepet shansa njerëzve të rinj që të mund të udhëheqin komunat, që të mund të menaxhojnë me komunat. Të ishte gabim të fatal sipas meje, po që se ka akoma komunat në të cilat të mund të fiton të BDI-ja. Si po arrit ju lexoj, nuk e keni absolutisht problem se i cilës parti do të jetë kandidati. Sigurisht. Në rend të parë, si po ju lexoj, keni vlenin. Sigurisht. Ne më nuk flasim për parti, domethënë bile nuk doja të ndikoj në fillim të emisionit. Unë nuk doja ta quaj veten se jam kryetari i alternativës. Unë jam njëri nga drejtuesit e vlenit. Ne kemi vendosur që deri në zgjedhjet lokale do të ketë një moratorium partive politike. Ne flasim për vlen më. Andaj kur flasim për vlen është më pak e rëndësishme emrat e përvetshëm qoftë partive, qoftë kandidatave. Jemi në Kumanov. Ndoshta edhe nuk do të zbuloni emra. Jeni të gatshëm që të nxjerrni një kandidat të fortë në Likov, se në Kumanov realisht nuk do të ketë gjasa për të fituar. Por në Likov më thonë, më duhet të them një gjë që e kam thënë në për rastet të takimeve politike, por ja që po e kemi rastin të themi përpara qytetarëve të Kumanovës e Likovës. Unë mendoj se ka qenë gabim fatal kur është ndarë komuna e Likovës nga komuna e Kumanovës, për shkak se sot shqiptarët do kishin fituar edhe komunën e Kumanovës. Duke bërë bajraktarizëm ca eksponent atëhershëm, e kanë ndarë Likovën duke i bërë pakis shqiptarët në Kumanov. Kurse sigur të kishin qenë bashkë Likova edhe Kumanova me këtë rritje të natalitetit që kanë pasur shqiptarët, sot edhe kryetari i Kumanovës do kishte qenë shqiptar dhe ajo do kishte qenë komuna e dytë shqiptare më e fuqishme në shtet. Por ata cilët e kanë bërë e dim ne çfarë ka ndodhur. Dhe në këtë gjendje çfarë jemi, e dim se është e vështirë që të ndryshoj ligji për ndarje territoriale, andaj po e njohim realitetin politik i cili është aktualisht. Dhe në këtë rast ne jemi të përkushtuar që komunën e Likovës të ta fitojmë. Për hir të vërtetës jam plotësisht i sinqert, ende nuk kemi emra. Nuk është se nuk ka, domethënë, djeme e vajza të mira të Likovës që janë të gatshme të garojnë dhe të fitojnë në komunën e Likovës. Por nuk është që kemi folur saktësisht se kush do jetë, gjithsesi qoftë nga partitë çfarë janë, strukturat partijake, qoftë nga qytetarët e tjerë të Likovës, e gjejmë një emër i cili është përfaqësimi më i mirë i komunës së Likovës, do i rrim prapa dhe do mundohemi që ai të fitoj, për shkak se ky është interesi i komunës së Likovës. Do thonë, për fat keq, këta cilët kanë qenë pushtet deri tash e kanë lënë komunën e Likovës komunën më të pazhvilluar në shtet. Kurse ajo është komunë që e ka paguar më së keqi se gjithë luftën e vitit të 2001. Ajo ende figuronte në zonat e të krizës, pikërisht këta cilët kanë qenë pushtet e kanë lënë Likovën në atë gjendje. Andaj për neve është si thuaç një shpagim i kontributit që e ka bërë Likova në luftë, që sot ne mund t'ja rikthejmë me zhvillim. Do thonë, është keq që Likova si fshat i jep ujë gjithë Kumanovës dhe vetë nuk mund të pijë atë ujë. Andaj, këto çështje duhet mbyllen në 4 vjeçarin e ardhshëm të komunave të pushtetit lokal, veçanërisht për komunën e Likovës. Po në Tetov do të shkohet me Bilal Kasamin? Sipas të gjitha gjasave do të shkohet me Bilal Kasamin, për shkak se është evidente se kur askush në komunën e Tetovës nuk ka punuar aq shumë sa ka punuar zoti Kasami. Ajo shifet çdo kush që shkon sot në Tetov, më qafton të bëjë një
lëvizje gjysmëorshë në komunën e Tetovës dhe këtë e vëren prej punëve që janë bërë e që po bëhen dhe dyta, për shkak të korrekcisë kanë patjetër që ta them këtë punë, pa asnjë aferë të korrupsionit. Thonë kjo punë shumë është e rëndësishme, thonë sepse ne kemi pasur ish kryetar të komunës së Tetovës që e kishin përmbytur komunën e Tetovës me borxhe dhe iknin pastaj edhe e lënë komunën e Tetovës. Unë jam i sigurt që Zoti Kasami është përzgjedhja më e mirë për komunën e Tetovës. Me që sinjali në realitet emisioni emitohet edhe në Kërçov përmes televizionit Uskana, atje dihet ende Fatmir Limani apo Në thonë, ende nuk dihet cili kandidat? për vlenjen është e rëndësishme që në komunën e Kërçovës fitoj një kandidat shqiptar. Dhe ne nuk kemi dashur të eksperimentojmë e ta rrezikojmë duke duke nxjerrë emrat të kandidatëve. Është shumë mirë që edhe BDI-ja dhe partitë e tjera ta kuptojnë se nuk është mirë të partizohet kandidatura e komunës së Kërçovës. Ne duhet bijem dakord që ta përkraj një kandidat i cili fiton në Kërçovë, për shkak se edhe sikur të mblidhemi gjithë, është e vështirë të fitohet për shkak se aty ka shpërngulje të madhe dhe pa një vot të mërgatës shqiptare nuk fitohet komuna e Kërçovës. A unë jam i sigurt se mërgata shqiptare nuk do vinte të votonte për që se ne bëjmë shumë kandidat në Kërçovë. Andaj, ja përshfrytëzoj edhe këtë rast që të bëj thirrje të gjithëve që të jemi të vëmendshëm me komunën e Kërçovës, që të mblidhemi dhe ta përzgjedhim një kandidat të përbashkët që Kërçova të mbetet në të drejtimin e një kryetari shqiptar. Për në fund, kryetar, si po funksionon kryesia 23 anëtarëse e koalicionit Vlen? Mirë, nuk kemi asnjë problem, me kishim një mbledhje, të vazhdojmë të komunikojmë, vendosëm që të bëjmë edhe organet të tjera të përbashkëta, fjala bie shtabive të SHUSHB, do bëjmë edhe të departamente të përbashkëta, kemi qendër të përbashkët të komunikimit dhe urojmë që ky angazhim gjatë kësaj fushate zgjedhore në fund të rezultojë që Vlenit bëhet edhe një parti politike e përbashkët. Me emrin Vlen, sigurisht. Gjithsesi Vlen. Sepse Vlen. Ja Vlen, ha? Sepse ja Vlen. Në fund, ndoshta unë harrova diçka me të pyet, e ju dëshironi para Por opinionit të unë, shikuesve. do thonë, neve politikanëve të mos na jepni përpara mikrofonit se ne nuk ndalemi. Unë gjykoj se shumicën e gjërave i kemi shterur, unë ju falenderoj për bisedën, për pritjen dhe për mundësinë që e kishim të bashkëbisedojmë. Nuk kemi asnjë çështje për cilën të hezitojmë të flasim dhe jemi këtu për të sqaruar gjërat. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi që ju patëm mysafir në podcastin Folk të televizionit Festa. Do sigurisht deri në zgjedhjet lokale do të shihemi edhe herave të tjera. Gjithsesi. Mos me ju, me ndoshta eksponentë të tjerë të Sigurisht. koalicionit. Faleminderit edhe një herë. Shikues në nderuar, dhe juve ju falenderojmë që për kujdesin dhe vëmendjen që patët gjatë 60 minutave sa zgjati epizodi i radhës të podcastit Folk të televizionit Festa. Miropafshim.